Mungesa e WC-ve publike në Prishtinë është një nga problemet kryesore për qytetarët dhe turistët. Në shumë zona të frekuentuara, si sheshet, parqet, stacionet e autobusave, qytetarët përballen me vështirësi për të gjetur tualete publike funksionale dhe njëkohësisht të mirëmbajtura. Zgjidhja vetme janë lokalet përreth. Ose duhet me pyet a mund ta përdorim tualetin, ose me porosit një kafe me marrë më të mirë, ose për dënyo çka bëhet. Ani pse vazhdimisht është premtuar që në Prishtinë do të ketë WC publike, por gjithçka që është premtuar ka mbetur e parealizuar. Përparim Rama shpeshherë e ka marrë Londrën në Angli si shembull se si duhet të çevëriset Prishtina. Kështu që çish është gjendja në Londër me WC publike dhe në Prishtinë e shohim në vazhdim. Si është gjendja momentalisht në Prishtinë? A do të ketë WC publike apo kemi ne plan konkret? E kontaktojmë drejtorin e shërbimeve publike.